Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë sonte bashkarisht një rrëfim të radhës. Do të ndaj me ju një rrëfim tepër të dhimbshëm dhe shumë të tmerrshëm. Në fakt, në telefonat do të na kyçet një zonjë nderuar nga Tirana, e cila ka një shqetësim të jashtëzakonshëm. Ajo ka patur deri dikur një martesë shumë të lumtur, ka patur një martesë të bekuar, ashtu siç ajo e quan, por së fundmi, çuditërisht, ajo në martesë po zbulon një gënjeshtër dhe një tradhti shumë të madhe nga ana e bashkëshortit të saj. Bashkëshorti i saj ka krijuar një lidhje dashurie me komshien që banon pikërisht në hyrjen e kësaj banese. Ajo tashmë do të kyçet në linjën telefonike sepse ajo mua më pret. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje Tirana. Faleminderit shumë që pranove që historinë tënde ta ndash me të gjithë shqiptarët, edhe pse anonim, unë do të respektoj. Faleminderit prej teje. Dua të dëgjoj rrëfimin tënd. Jam i tëri këtu për ju. Nuk e besoja se ndonjëherë do të ndaja një rrëfim të tillë. Kam besuar jashtëzakonisht shumë në dashurinë time. Unë jam rritur në një familje që nuk e dija që ekziston fjala tradhti. Babai ka qenë shumë i kujdesshëm me mamin. Ka patur një kujdes të jashtëzakonshëm. Mami ishte gruaja më e lumtur në botë. E respektonte. Do të them që mami ishte në pjedestalet e një burrit që dinte vërtet të bëjë të lumtur një grua. Por fatkeqësisht, në jetën time nuk është kjo gjë. Unë me burrin tim jam martuar shumë herë. Jam njohur që në shkollën e mesme, kemi kaluar bashkë dhe vitet e studimit, dhe pas studimeve, me të përfunduar studimet, ne jemi martuar të dy. Vitet kanë qenë të arta, kanë qenë shumë të bukura. Ai ndërtoi biznesin, një biznes i jashtëzakonshëm. Por siç duket, komshia e cila erdhi në banesën e ne, do me thënë të hyrja ku jetojmë ne, ajo i tërhoqi një vëmendje bashkëshortit tim. Ajo ishte një femër e ndarë nga burri dhe kishte një kulturë shumë të bukur, e kujdesshme, e ëmbël, e dashur, do me thënë dhuronte shumë pasion. Dhe unë e afrova, e bëra mike. Por ajo gjithmonë interesoheshte për burrin tim. Nga ku i merr lekët, me çfarë pune punon, çfarë biznesi ka. Dhe në fakt ngriti një kureshti tek unë. Kur unë e ftova për vitin e ri tani, 2026, i më shoh që ishte shumë i lumtur që do të vinte ajo. Por asnjëherë nuk e çopa mendjen që ai mendon që do ketë një diçka me të. Por pas vitit të ri, marrëdhënia ime me të ndryshoi. Vonohej për në shtëpi. Ajo nuk vinte më tek unë si vinte më herët. Do me thënë ndryshoi qasja që ne të dyja krijuam. Ndryshoi marrëdhënia. Dhe unë në të vërtet fillova që të shqetësohem shumë, sepse unë ndroja për familje të lumtur, dhe jo ta shkatroj familjen time. Dhe aty fillova të kuptoj që gjërat nuk janë njësoj, derisa unë i zura mesazhet e të tyve. Do me thënë, këto të dy kanë lidhje dashurie. Dhe janë aq të dashuruar, sa që sipas mesazheve s'ka kush i ndan, dhe kjo gjë më ka irrituar pafund.
Po Kemi dy fëmijë të më rritur. fal, e nderuar Me të zone. vajzën Tani në këto po, momente që ne të dy po flasim, si është sjellja e tij me ty? Domethënë çfarë sjellje ka ai? Si sillet ai me ty? ai me mua është jashtëzakonisht arrogant. Nuk i intereson fare më për mua, as nuk flen me mua. Imagjino në çfarë tite kemi arritur. Unë si grua i si burr nuk kemi asnjë lloj kontakti me njëri tjetrin. Nuk e kam fokusin tek unë, ai merret tërë ditën me telefonin, edhe tani kam filluar që t'i përzdjek, dhe në të njëjtën kohë del kjo nga banesa, në të njëjtën kohë del dhe ky, sepse lën takimet. Siç e thoja, fëmijët i kemi të rritur. Në kocin e kemi Po, më 26 fal, vjeç. këtë si shqetësim e ke hapur ti me kunatin tënd që domethënë bashkëshorti jot ka filluar të ketë një marrëdhënie me komshien tënde aty në lagje? Jo, të them të drejtën, por mendohem që t'i tregoj këto ditë edhe kunatit, ndoshta për të biseduar pak me burrin tim dhe për ta shuar këtë si problem, sepse unë nuk dua që të ndahem nga që kam bërë familje, por nëse ky vazhdon me të njëjtin ritëm, me patjetër që do ta lë. Kemi fëmijë të rritur, siç e thoja, vajzën 26, shoni 28. Nuk shkatërrohet familja, nuk kemi fëmijë, jemi në moshë. Por ky, siç duket, është shumë i lumtur me këtë komshie, edhe dëshiron që të jeton me të kalon me të momente, të kënaqet me të. Jam shumë e zgënjur, jam shumë e lënduar. Sinqerisht, mua më Uroj duket prej shumë e Zotit. çuditshme dhe realisht jam i shokuar nga kjo që e ndëgjova. Unë uroj me zemër që ai të largohet sa më shpejt nga ajo, sepse ndonjëherë njerëzit pasionohen, krijojnë mendime të ndryshme, krijojnë ëndra të ndryshme dhe mund të dalin që të shkatrojnë familjen. Unë uroj me zemër që ti të marrësh ato komente që ti dëshiron t'i dish edhe të qetësosh shpirtin tënd. Ukroj edhe unë këtë që, inshallah. E pra të dashur miq, ishte kjo historia që ju e dëgjuat, domethënë kjo grua është shumë e shqetësuar. Unë do t'i kisha dërguar një mesazh atij zotërie në mënyrë virtuale që të heqë dorë nga këto pëlqime, nga këto emocione në këto vite të pamenduara, në këto vite të paimagjinuara, sepse nuk është e bukur që të shkatërrojë një diçka që në thelb ai e ka ndërtuar me shumë mall, e ka ndërtuar me shumë dashuri dhe ta shkatëron për asnjë gjë. Mua realisht në të vërtetë më duket shumë e pazakon dhe më duket çnjerëzore. Uroj me zemër që të reflekton dhe të kupton që familja është shumë e shenjtë.